Nga Sam Bright. Fondacioni Heritage, organizata amerikane që hartoi programin kryesor për mandatin e dytë të Donald Trump, po përpiqet të diktojë edhe fatin e zgjedhjeve të afërta parlamentare në Shqipëri. Kandidati i opozitës, Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, është mburrur publikisht për përfshirjen e këtij grupi në fushatën e tij, duke postuar në internet foto të takimeve të tij me drejtuesit e fondacionit Heritage dhe duke pretenduar se ata kanë ndihmuar në hartimin e platformës së tij elektorale. Berisha, që ka qenë president i vendit në vitet 92-97 dhe më pas kryeministër në vitet 2005-2013, shpreson të rikthehet në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit. Pasi e kaloi pjesën më të madhe të vitit 2023 në arrest shtëpie për akuzat e korrupsionit, ai po garon me një platformë konservatore kundër taksave të larta dhe i bën jehon disa prej pikave kryesore të programit të Trump, përfshirë premtimin për ta bërë Shqipërinë sërish të madhe. Fondacioni Heritage e ka rritur ndikimin e tij në Evropë pas fitores së Trump në nëntor 2024. Më 11 mars, grupi i ekspertëve amerikan mblodhi grupe konservatore të linjës së ashpër për diskutuar si mund të çmontohen strukturat aktuale të BE-s. Me Trumpin, Fondacioni Heritage ka dëshmuar se shumë i aftë i vendos qeveritë në rrugën drejt shkeljes së të drejtave elementare të emigrantëve, sundimit të ligjit dhe të drejtave sociale. Angazhimi i atyre në Shqipëri hap një kapitull të ri. Cili vend evropian do të jetë i radhës, thot Kenneth Harr, studiues dhe aktivist në Observatorin e Evropës Korporative. Fondacioni Heritage është autori kryesor i projektit 2025, manualit prej 922 faqesh, që synon reduktimin drastik të administratës publike të SBA. Projekti i kërkon Trump të çmontojë shtetin administrativ, të ndryshojë politikat kundër ndryshimeve klimatike, të zvogëlojë kufizimet në nxjerrjen e karburanteve fosile, të anulojë investimet shtetërore në energjinë e rinovueshme dhe të shpërbëjë Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit. Projekti 2025 propozoi dhe kufizimin e të drejtave riprodhuese, duke përfshirë kufizimin e mëtejshëm të aborteve dhe qasjes tek kontraceptivët. Fushatën e Berishës po e këshillon edhe grupi kërkimor gjerman Konrad Adenauer Stiftung KAS, i cili financohet nga shteti gjerman, është i lidhur me partinë qeverisëse të Qendrës së Djathtë, Bashkimi Kristian Demokrat CDU. Pastaj është edhe Chris Lësivita, i shefi i fushatës së Trump. Gjatë fushatës që sapo ka nisur, Lësivita dhe Berisha kanë përsëritur disa nga ankesat kryesore të mbështetësve të Trump. Kryeministri aktual Edi Rama nuk është gjë tjetër veç se një kukull e George Soros. Nuk mund të jesh një kukull e Soros dhe një mik i Shteteve të Bashkuara, tha Lësivita kur u prezantua si këshilltar i fushatës së Berishës. Ky i fundit pretendon se është shënjestruar nga një fushatë e udhëhequr nga ish administrata e Joe Biden dhe financuesi i Soros, një filantrop i shquar hungarezo-amerikan që ka dhuruar shumë para për kauzat liberale. Por pavarësisht se morin mbështetjen e Fondacionit Heritage, KAS dhe Lësivita, sondazhet sugjerojnë se Berisha nuk ka gjasa të arrijë një rikthim tjetër në pushtet, pasi partia e tij mbetet prapa Partisë Socialiste të Edi Ramës. Megjithatë, vendi ka një histori të gjatë të korrupsionit politik dhe zgjedhjet mund të shoqërohen me shumë probleme. Duket se pas fitores së Trump në nëntor, Fondacioni Heritage ka kthyer gjithnjë më shumë vëmendjen e tij drejt Evropës, duke folur gjatë konferencës Aleancës për qytetarinë e përgjithshme në Londër më 17 shkurt. Presidenti i grupit Kevin Roberts për thirrje për një bashkëpunim të ngushtë midis politikanëve nacional konservator në të gjithë botën perëndimore. Ai theksoi se Fondacioni Heritage do të mbështesë miqta nga Evropa për të rikthyer institucionet e tyre, duke sugjeruar se organizatat mbikombëtare si BE, Kombet e Bashkuara dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ne kanë gravitur sovranitetin ton individual. Një muaj pas asaj konference, Fondacioni Heritage mbajti një samit në Washington me grupet lobuese hungareze dhe polake, MCC dhe Ordo Juris, për diskutuar se si të rishikojnë strukturat aktuale të BE-s. Sikurse ka zbuluar The Smog, Fondacioni Heritage ka mbajtur takime private me politikanë evropian gjatë muajve të fundit, përfshirë ato me kryeministrin hungarez Viktor Orban, qeveria e të cilit financon MCC. Në sundimin e Trump, Fondacioni Heritage synon të drejtojë Amerikën drejt autokracisë, tha pak kohë më parë për The Smog Martin Shirdevan, antari i Parlamentit Evropian për Die Linke dhe bashkëkryetari i grupimit e Majta, që nga zgjedhja e tij kemi parë se ata synojnë të çojnë deri në fund ato plane. E dim se Fondacioni Heritage dhe aleatët e tyre në Evropë duan të përsërisin atë model këtu. Ndaj duhet të mbrojmë çdo kush shërbimet, të drejtat dhe liritë tona nga këta oligark, theksoi ai. Në fjalimin e tij të 18 marsit, Berisha shprehu mirënjohje të veçantë për miqtë e mi nga CDU, Adenauer Stiftung dhe Fondacioni Heritage, të cilët na mbështetën në ditët tona më të vështira. Dhe me ditë të vështira, ai referohet akuzave për korrupsion, si dhe për lidhje të dyshuara me krimin e organizuar. Ai mohon të gjitha akuzat, edhe pse i është ndaluar hyrja në SBA dhe Mbretërinë e Bashkuar, sepse dyshohet se kur ishte kryeministër, miratoi një ligj të posaçëm që e ndihmoi dhëntrin e tij të fitonte miliona euro nga ndërtimi i një kompleksi pallatesh.